Rezerva Federale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbajtur të pandryshuar normën e saj bazë të interesit për një takim të tretë radhazi, ndërsa politik bërësit përballen me pasiguri të shtuar të lidhur me luftën e lindjen e mesme. Vendimi i cili lë normat e interesit në një interval prej 3.5 deri 3.75% pritet të jetë i fundit i mbikëqyrur nga kryetari Jerome Powell, megjithëse ai ka sinjalizuar se planifikon të qëndrojë në bordin e Bankës Qendrore përtej përfundimit të mandatit. Zhvillimet në lindjen e mesme po kontribuojnë në një nivel të lartë pasigurie në lidhje me perspektivën ekonomike, tha Rezerva Federale në një deklaratë pas takimit të saj 2 ditor. Inflacioni është rritur duke reflektuar pjesërisht rritjen e fundit të çmimeve globale të energjisë. Vendimi aktual nxori në pa përçarje të mpreta brenda Rezervës Federale me më shumë mospajtime që nga tetori i vitit 1992. Tre zyrtar kundërshtuan gjuhën që sinjalizonte ulje të mundshme të normave të interesit në të ardhmen, ndërsa një i katërt bëri thirrje për një ulje të menjëhershme të normës së interesit. Ndarja tregon mosmarrëveshjet në rritje brenda komitetit prej 12 antarësh për përcaktimin e normave të interesit përpara përfundimit të mandatit të zotit Powell më 15 maj. Ai tha se synon të qëndrojë në bordin drejtues të Rezervës Federale për një periudhë të pacaktuar kohe, duke përmendur shqetësime rreth asaj që ai e përshkroi si sulme ligjore të pashembullta nga administrata Trump ndaj Bankës Qendrore. Shqetësohem se këto sulme po e godasin këtë institucion dhe po vënë në rrezik gjërat që kanë vërtet rëndësi për publikun, theksoi Jerome Powell. Vendimi i tij për të qëndruar do t'i mohonte presidentit Donald Trump një mundësi të menjëhershme për të emëruar një guvernator të ri. I nominuari Trump për të pasur atë si kryetar Kevin Warsh është miratuar tashmë nga Komiteti Bankar i Senatit. Jerome Powell tha se do të priste përfundimin e një hetimi mbi rinovimet e ndërtesave të Rezervës Federale përpara se të jepte dorëheqjen.